Çdo nxënës i shkollës së mesme në çantën e tyre mban një armë të ftohtë. Kështu ka treguar anketa që ka realizuar Instituti për të Drejtat e Njerëzit dhe Agjencia për Realizimin e të Drejtave të Etnive me nxënësit e shkollës së mesme. Forumi me temë dhuna e bashkëmoshatarëve si pengesë për përfshirjen dhe besimin midis komuniteteve tregoi se 5 vitet e fundit dhuna e bashkëmoshatarëve është në rritje dhe njëra nga shkaktarët e kësaj dukurie është përkatësia etnike. Jelena Kadrić, drejtoresha e Institutit për të Drejtat e Njerëzit, tregoi se bullizimi tek nxënësit e etnisë maqedonase fillon në shkolla fillore, kurse tek etnia shqiptare dhe etnitë më të vogla nis në shkollë të mesme. Nxënësit e komunitetit rom, shtoi ajo, janë më shumë viktime dhunës online të bashkëmoshatarëve. Për nxënësit e etnisë maqedonase, bullizimi më shpesh është i pranishëm në shkollën fillore. Për dallim nga etnia shqiptare dhe etnitë e tjera më të vogla tek të cilët bullizimi është më i pranishëm, është në shkollë të mesme. Pastaj, nëse nxënësit e të gjitha bashkësive etnike thonë se dhuna e bashkëmoshatarëve është nga rrjetet sociale, jo aq në shkolla, mësimdhënësit, sidomos të etnisë maqedonase, por edhe të tjera, thonë se përqindja më e madhe është përkatësia etnike. Për dallim nga mësimdhënësit shqiptar që thonë se nuk ka diskriminim nga përkatësia etnike. Dalibor Kitanović, drejtori i Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Etnive, shprehet se rrjeti social TikTok luan një rol të madh në dukurinë e zmadhimit të dhunës së bashkëmoshatarëve. Për fat të keq, kjo dukuri fillon në shkollën fillore. Kemi edhe zmadhim të bullizmit të caktuar edhe në baza etnike. Ka shumë arsye pse ndodh dhuna mes bashkëmoshatarëve. Janë statusi social, përkatësia etnike, edukimi jo i duhur në shtëpi. Për fat të keq, i kemi edhe nga rrjetet e reja sociale dhe kjo ndikon shumë në dhunën e bashkëmoshatarëve, posaçërisht TikToku. Ata porosisin që të bëhet një angazhim më i madh nga ana e prindërve, mësuesve dhe shoqërisë, sepse siç thonë dhuna e bashkëmoshatarëve është gjithnjë e më e shpeshtë. Ndërsa theksojnë se për shkak të dhunës së bashkëmoshatarëve ka pasur raste që ka ardhur edhe deri tek vetvrasja. Ndërsa kujtojnë nxënësit se nga mosha 14 vjeçare, ata mund të përballen me pasoja penale.